Përshëndetje miq, ja si të sajojmë një super vak të gjitha përbërësit në tenxhere. Këtu kemi 700 gram mish viçi, bleva 10 euro spin, gati 8 euro ca. Këtu kemi 600 gram bizele në ngrirje, 1 euro e 99 centesimi, 2 kokra qep, 1 thel pudër, 3 patate të mëdhaja. Ngrim qepët direkt në tenxhere. Shtojmë pak vaj ulliri, i skuqim, mbasi kemi skuqur, shtojmë mishin, i hedhim pak piper të bluajtur në moment, e skuqim mirë, shtojmë salcën që kam përgatitur vetë, mund t'i shtoni dhe domate të freskëta dhe i skuqim. Patatet i presim me kubik të mëdhenj dhe i lejmë me njanë me ujë. Mbasi kemi skuqur gjithë përbërësit me mishin, shtojmë 1 litër e gjysmë ujë të valuar. Mbasi ka zier mishi derisa të zbutet, shtojmë patatet, pak krip, pak piper, 2 gjethe dafin. E ziejmë të zbuten pak patatet, shtojmë bizelet. Japim i val 6-7 minuta, nuk ka nevojë shumë. E pak spec djegse. Mbasi kanë zier, i provojmë, nëse ka dhe krip, i kemi gati për t'i shërbyer. Shikoni tani, flet puna vet, kur thot Eli, qa ta hash me sy. Shpresoj që t'u pëlqej dhe ju uroj një fundjavë sa më të bukur të gjithëve. Mirupafshim.